Një nga kategoritë e pacientëve që u drejtojnë këto didimri urgjencës së Gjirokastrës janë të moshuarit e vetmuar që vuajnë nga më shumë se një sëmundje kronike. Pamundësia për të shoqëruar te specialistët në momentet kur i nisin problemet bën që ata ta shtyjnë kontrollin derisa gjendja shëndetësore agravon dhe përfundojnë në urgjencë. Ka shumë të sëmurë kronik, sidomos ata që nuk kanë mbështetje familjare, pasi siç dihem, zona jonë është shtuar me persona që janë në moshë të tretë, të cilët domethënë jetojnë vetëm dhe nuk e kanë atë ndihmën e fëmijëve të tyre ose rrjetit familjar, të cilët shfaqen domethënë shumë herë dhe në orët e vona të natës, të rënduar nga sëmundje që kanë përkrahas. Për shembull kanë pasur një sëmundje të zemrës, një sëmundje pulmonare dhe ditë të tëra domethënë kanë filluar shqetësime dhe në momentin që s'durojnë dot paraqitjen në urgjencë. Gjë që na vështirëson shumë dhe në punën, pasi sëmundja domethënë duke u agravuar është më rëndë edhe për pacientin edhe për neve trajtimi. Kuptohet këtyre u është dhënë ndihma me të tërë mundësitë që ne kemi. Çfarë rekomandojnë bluzat e bardha për këtë kategori me qëllim shmangjen e gjendjeve të rënduara shëndetësore? Gjëja më e mirë është për sëmundjet që janë moshë tretë, kanë 2 ose 3 sëmundje kronike, që në rast se ata kanë 1, 2 ditë, 3 ditë, domethënë gjën e parë që mund të bëjnë me thjesht është të vizitojnë te mjeku i familjes. Ose nëse ata e dinë problematikën e tyre, të linë një konsult me mjekun përkatës paraprakisht. Për të marrë shërbim maksimal shëndetësor, mjekët rekomandojnë paraqitje në spital prej orës 8 deri në orën 13 kur gjithçka funksionon me kapacitet të plot.